Senatori Amerikan Tom Cotton krahasoi karakterizimin që presidenti Ronald Reagan i bëri Bashkimit Sovjetik me realitetin e Kinës së sotme, duke i thënë Breitbart News se vendi është një perandori e së keqes, duke i quajtur presidentin Xi Jinping një marksist. Duke folur me shefin e zyrës së Breitbart News në Washington, Matthew Boyle, në një aktivitet politik mbi kërcënimet aktuale dhe ato në zhvillim që paraqet Kina dhe Partia Komuniste Kineze, senatori u referua librit të tij Seven Things You Can't Say About China, duke përmendur kapitullin e parë të librit të tij të titulluar China is an Evil Empire. Cotton tha se e kishte shkruar atë si një aludim të qartë ndaj deklaratës së Ronald Reaganit në vitin 1983 se Rusia Sovjetike ishte një perandori e së keqes, gjë që tronditi Washingtonin e qytetëruar, por ishte e vërteta dhe mbetet e vërtet për Kinën edhe sot. Ajo është ende komuniste, edhe pse ka adoptuar shumë praktika ekonomike perëndimore për përfitimet e veta socialiste, deklaroi republikani nga Arkansasi dhe kryetari i Komisionit të Inteligjencës në Senat. Dhe Xi Jinping është një marksist i bindur, nuk ka asnjë dyshim për këtë, shtoi ndër të tjera ai. Kur u pyet se si Partia Komuniste Kineze paraqitet të imponojë dominimin e saj mbi botën, Cotton tha: "Ata vendosin partinë mbi gjithçka, mbi shtetin, mbi shoqërinë, mbi Zotin dhe duan të dominojnë botën. Dhe si do dukej dominimi? Shikoni çfarë u bëjnë popullit të tyre. Ata kanë kryer një gjenocid me ritëm të ngadalt në Tibet për 70 vjet", vazhdoi ai. "Kanë kryer një gjenocid me ritëm të përshpejtuar ndaj popullit ujgur, një pakicë etnike fetare në veriperëndim të Kinës." Siç detajoi Frances Martel i Breitbart News në një artikull të fundit mbi planin e Kinës për të zgjeruar infrastrukturën rrugore në Turkistanin Lindor dhe Tibet me qëllim rritjen e kontrollit mbi rajonin e CCP-s, ka persekutuar në mënyrë agresive popullsitë autoktone të Turkistanit Lindor, ujgurët dhe tibetianët. Martel shpjegoi: "Në Turkistanin Lindor, Xi e ka përshkallëzuar persekutimin në një gjenocid të plot, duke përfshirë fushata të gjëra sterilizimi të detyruar, skllavëri dhe nxjerrje organesh. Në Tibet, zhdukja kulturore përmes rënimeve masive të fëmijëve, si dhe fushata për eliminimin e gjuhës tibetiane dhe fesë lokale, budizmit të tibetian mbeten një kërcënim i vazhdueshëm për popullsinë", shkruan Breitbart. Cotton vazhdoi duke përmendur shtypjen e Kinës ndaj Hong Kongut, duke thënë se qeveria komuniste u ahoqi banorëve të Hong Kongut lirinë që i kishin gëzuar për shekuj, duke argumentuar se kjo është ajo se si do të dukej bota nëse ata do ta drejtonin atë. Nisma e njohur e Kinës, Belt and Road Initiative, është thjesht një shembull se si ata po përpiqen të zgjerojnë ndikimin e Kinës komuniste në mbar botën, shtoi ndër të tjera ai.